Shtatori shënon çdo vit muajin e trashëgimisë kulturore dhe Shkodra me pasurinë e saj të shumtë historike mbetet në qendër të vëmendjes. Arkitekti shkodran Zefçuni gjatë një interviste të lënë bën apel që vlerat historike të qytetit të mos lihen në harres. Ka ardhur një brezëri që nuk i njeh mirë dhe kriteret e restaurimit, prandaj është e rëndësishme me pas në çfarë fazash ka kaluar një restaurim i një objektit të rëndësishëm siç është shtëpia Sokuks, por ne kemi edhe objekte tjera që kanë nevojë për të restauruar. Për shembull, ne kemi një gjendje shumë të keqe shtëpinë e Hodobek Sokolit. Kemi shtëpinë e Pashkovas, janë objekte me vlerë, janë objekte pa përsëritshme. Çuni nënvizon domosdoshmërinë e ndërhyrjeve restauruese, jo vetëm për monumentet e shumta të kulturës, por edhe për Kalan Orzafa, simbolin e qytetit dhe një nga pikat më të vizituara nga turistët. Sipas tij, çdo vonesë rrezikon që dëmet e shkaktuara nga koha dhe kushtet atmosferike të bëhen të parikuperueshme. Kalaja e Shkodrës ka nevojë për ndërhyrje urgjente, jo vetëm për pastrimin e barit. Monumenti i Kalas Shkodrës ka nevojë për ndërhyrje urgjente në kullat e saj, në bedenat e saj që po bine, kupton, por nuk është turizmi është një anë e problemit, restaurimi është ana tjetër, dhe ajo duhet të jetë e përditshme. Arkitekti Çuni bën thirrje institucioneve dhe komunitetit të ndërgjegjësohen për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë si një pasuri e përbashkët që duhet i përcillet brezave të ardhshëm në gjendjen më të mirë të mundshme.